Gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Muharrem Reshkën, i cili akuzohet për vrasjen e vëllait të tij, Eqerem Reshkës, mbrëmjen e 24 qershorit. Mësohet se gjatë seancës së 76 vjeçari është shfaqur i penduar, ku nuk ka pasur të pranishëm asnjë familjar dhe seanca është zhvilluar pa praninë e medias. Burime bëjnë me dije se sipas avokatës së caktuar kryesisht, 76 vjeçari ka deklaruar se nëse do të kthehej pas në do t'i jepte të vëllait gjithçka, tokë e shtëpi, e se nuk donte të arrinte në këtë pikë. Ngjarja u regjistrua mbrëmjen e 24 qershorit në Kavaj, ku një konflikt mes dy vëllezërve u mbyll me vdekjen e njërit prej tyre. Viktima Eqerem Reshka, 74 vjeç, kishte shkuar për të marrë denjë bari me zetor në Ar, ku pasi kishte ngarkuar. Gjatë kthimit ishte takuar me vëllain e tij, Muhamet Reshka, 76 vjeç. Ky i fundit i kishte thënë vëllait të mos kalonte në atë rrugë, me pretendimin se është pjesë e tokës së tij.